musliman, kemi vendosur këtë me ndërtu kishën katolike për besimtarët e komunës së Vështrës. Edhe komuna e Vështrës ka qenë e keq informuar dhe me atë ka deklaruar që kanë bërë, mund me thënë se kanë bërë një skandal se guri është vendos me u beku si guri, se nëse bëhet gur themel, do të me lopata me beton me vendos guri. Ju jeni pagu për me borxhet eveniment që ka bëu. Ti mundesh me shku në zyrën notariale në Vështre, te banka që i thojnë, është Florida Kostanica notere, mundi me kërku e kam marrë në shpe atë dokumentacionin e dhurimit pronës, atë shunë ligjërisht që prona është dhuru. Nuk është shit. Po, unë jam Musa, kam lind këtu në fshatin Zogaj, për momentin jetoj në Mazgjunaj. Pakzimin e kam bë me 9 mars 1997, në kishën Shën Elizabeth, në Wolfsburg, Gjermanisë. Pastaj pas një viti, jam kthy vullnetar në luftë nga Gjermania. Kam bashkangjitur radhëve të UÇK-s. Edhe gjatë kohës luftës, gjithë bashkëluftarët e mi që kanë pas kontakt me mua kanë ditë që unë jam i besimit katolik. Edhe nuk kam pas asnjë pengesë, asnjë të lashtë për këtë punë. Zotri Musa, mundesh na tregu kur e mërë vendimin për me ja dhuru tokën kishës? Po, fillimisht unë kam pas kontakt me i peshkëve i Peshkërisë Kosovës, edhe kemi bisedu, i kam tregu që këto në pronën time janë themelet e një kishe i lire, kishë për cilën që në vitin 1982 kanë ardhur arkeolog nga Kroacia, nga zara e Kroacisë. Kanë marrë mostra dhe pas një muaj janë kthy prap edhe kanë konstatuar që është e fund shekullit 4 ndër kishat më të vjetra në Dardani. Edhe prej atëherë ne si familjeve që kemi kujdes për këto themele, ka pas tentime edhe prej këtyre kolonëve serb që kanë qenë këtu në Malazes për me uzurpu me bazë kishë vetëm, por ka qenë fat i madh që ka qenë pronën tonë edhe në farë forme si kemi liu. Pastaj gjatë kontaktit kanë qenë edhe arkeologët për Institutit Arkeologjisë Kosovës 2 herë, domethënë në vitin 2014 edhe në vitin 2016. Edhe ata ka konstatuar që është ndër kishat e para në Dardani. Edhe pas kontaktit me i peshkën, na ka sugjeruar se do të me pas besimtar, domethënë do të me u rikthy në katolicizëm për me pas mundësi ligjore për me ndërtu një objekt për lutje. Ne si familje, pastaj kam biseduar me familjen edhe kemi vendosur me u rikthy. Me 28 nëntor 2024, për meshën e shaj që është mbajt me Llapushnik për ditë flamurit, i kam pagëzuar 2 fëmijët e mi. Edhe pas 5 muajve, me 21 prill 2025, im pagëzuar 38 anëtar të familjes time po në Llapushnik. Edhe pastaj ne jemi pagëzuar, familja ime jemi pagëzuar publikisht, domethënë para kamerave, para mediave të botës. Edhe kam pas kontakt me besimtarët të komunës së Vështrës që janë pagëzuar në heshtje, jashtë kamerave, më kanë lajmëruar dhe më kanë treguar se është një komunitet gjoja i madh. Edhe kam informuar për çdo gjë i peshkën që në Vështre ka një komunitet mjaft madh, katolik, edhe si komunitet na kemi vendosur, kemi biseduar bashkë si komunitet katolik, që me pas një vend. Masi këto ishin themelet e kishës ilire, kemi marrë vendim edhe se pengon kërkon edhe nuk bëhet për diçka që me ra në sy për të kesh të komuniteti musliman, kemi vendosur këtë me ndërtu kishën katolike për besimtarët e komunës së Vështrës. E ditën që u vendos ky guri u bë një polemik dhe diskutim goxha i madh publik. Pse ndodhi kjo? Po ndodhi për shkak të keq informimit. E vërteta ka qenë që ky guri që është këtu ka pas me u beku, se mos pari i Peshkëria bën bekimin e vendit ku ka më ngrit kisha. Edhe ne kemi organizuar si komunitet katolik me marrë një meshë shajt edhe me pas këtë vend edhe pagëzime. Kanë qenë paralajmëruar shumë qytetarë të komunës së Vështrës të visave të tjera të Kosovës për me ardhur me u pagëzuar këtë ditë, se ka qenë një ditë e madhe, shembull me u pagëzuar në vend ku bëhet një bekim ose në një pjesë ku ndërtohet një kishë. Edhe ato kanë bërë dezinformata, pastaj i kanë pa edhe një reagim për komunës së Vështrës lidhur me atë. Reagimi i komunës së Vështrës, ata nuk e di, nuk janë njoftuar me ligjin për bashkësitë fetare, mas pare, mund me thonë lirisht, se ato ku nuk ka për lopata për me vry diçka, ato nuk.
por një të bëjmë mbi 50 qytetarë që të bohen me ligjin e Kosovës për të bime publike, qoftë të bëjmë sportiv, të bëjmë politik, ose të bëjmë fetar, do të me kërku leje prej policisë se të bohen qytetarët. Edhe arsyem pse të bohen. Ne atë punë e kemi ba në policinë e Kosovës, e ka ba i peshkfia jonë, përse së është drejt e imja, se të bimin e ka paralimovi i peshkfia e Kosovës. Edhe komuna e Vushtrisë ka qenë e keq informuar dhe me atë ka deklaruar që kanë ba, muna me thanë se kanë ba një skandal, se nuk mund është me thanë të kanë me fillu punimet edhe s'kanë marrë leje. Por me gjithat, kjo është ideja, kjo është qëllimi Po, i ideja, këtij qëllimi, që është vendos këto. po, guri është vendos me u beku, si guri, se nëse bëhet gur themel, do të me lopata me beton me vendos gurin. Nuk e di sa jemi qartë. Po, prap, pastaj ka mundërtu, nëse... Masi i peshkvia e ban kërkesën drejtoritë urbanizmit, me para projekt, s'pari bëhet kërkesa për kushte urbanistike, me para projekt. Bëhet projekti final, edhe bëhet kërkesa për leje ndërtim, drejtoritë urbanizmit, edhe nëse është nevoja edhe në Ministrinë e Planifikimit hapësinor. Çka nëse nuk ju jepet leja për ndërtimin e kishës? Pse keni marrë hapin para se me marrë lejen? Shiko, ato janë, nëse epet leja po sepet, janë punë të peshkvisë ju, të mija, unë nuk bëj kërkesë për leje ndërtim. Unë e kam kry punën time me doma qershor, kur i kam bartë pronën zyrtaresht në zyrë notariale në Vushtri, dioqezës president Prishtinë. Ka qenë punë ime. Po pse po mendoni që ata e kanë këtë urrëtie ndaj? Nuk e di unë, tash keq informimi. I ka ba dhe disa reagime për disa organizata, këto që kanë ngritur një kallëzim penal ndaj jush, edhe kanë bërë një peticion ndaj jush. Absolut, ato në tash është keq. Disa statuse në Facebook që i keni pasur dhe jo kundër fejsë dhe besimtarë muslimanë. Unë nuk i kam pas kundër besimtarë muslimanë. A mendoni që kjo është që një kundërpërgjigje ndaj aty nëse shka Jo, absolut, unë tregova në fillim. Portali me përmbajtje islamike, Komunën e Vushtrisë e kanë bë këtë përçarje, këtë thirrje për ndalim, se nuk ndalohet kjo punë. Është e kotë. Është e drejtë kushtetuese, tash në nitratë 8 garanton lirinë fetare. Në nitratë 9 i Kushtetutës së Kosovës garanton autonomi të plotë bashkësie fetare mbi pronët e tyre. Po e respekton ju këtë nene? Po patjetër. Në mbashtynin e vimi nisë. Atër pse kanë se sa po është një kallëzim penal që e kanë bërë ndaj jush, i kanë përfshirë disa statusën në Shiko, kallëzimin penal e ka bërë një avokat i lirësh mundë me thani i shariatit. Si është ai edhe zyrtarisht është avokat që i mbrojnë interesat e Bashkisë Islame në institucionet të Kosovës. Statuset ekzistojnë përgjithësisht, jo të plotë. Cili është mendimi ju ndaj besimtarëve musliman? Shiko, besimtarët musliman, na i kemi vëllezër gjakut. Unë kam më pare fesën në familje besimtarë musliman. As kanë ku më qojnë, as kanë ku i qej. As njënë. Ne jemi këtu, jemi shqiptarë me gjitha. Pavarësisht për asaj dëllime fetare. Atër pse janë ato reagime në Facebook? Po, janë reagime kundër portaleve islamike. Reagimi që ai avokati e ka bërë, ka qenë gjatë protestave në Shqipëri. Një portal islamik në Shqipëri kishte bërë një postim ku shqecit një ushtar Amerikan të shkel flamurin e Shqipërisë, edhe një ushtar Izraelit të shkel flamurin e Izraelit. Në ta në dim që 3 herë Amerika ka shpëtu Kosovën edhe Shqipërinë prej zhdukjes prej hartës gjeografike të Evropës. Edhe një portal islamik të bën as i thirrje as i përçarje se Amerika ka me pushtu Shqipërinë, aja ka lënë çdo kufi. Për ne Amerika është e shejtë. Për ne si shqiptarë. E për ata islamikët, të islamit politik, ata kuptohet, për ata Amerika është armik. Ata deklarohen hapër kundër Amerikës. Hapër deklarohen. Edhe unë kom kundër bërgjigj. Ka që ka këtë punë. Unë ta tregoj tash telefon e kam statusin e plotë. Edhe bindes që ka status. Edhe shefatën e portalit islamik, ushtari amerikan, këtu e ka flamurin amerikan, ka më mbi flamur të Shqipërisë. Afër ti, ushtari Izraelit ka më mbi flamur të Palestinës. Pse Shqipëria ka arsohet me Palestinën? Kjo është. Aty ishte edhe një status, sa e pashun dhe interpretova, bëj këtë thirrje për djegjen e Bashkisë Islame. Jo, absolut. Nuk është. Një shembull që e kishte krahasu. Jo, absolut. Ajo është kallëzimit penal, që kanë kallëzimi penal
kallëzimi penal, ato e merë prokuroria. Ka fakte, e nisan procedurën në gjykatë. S'ka fakte, e hull poshtë. Kur shkon landa në gjykatë, gjykata i mbledh faktet e provat, ka elemente për vepër penale, merë vendim. S'ka elemente për vepër penale, e hull poshtë kallëzimi penal prokurorisë. Ka këtë punë. Derisa nuk ka prej prokuroria dhe prej gjykata asgjë, ajo mbetet veç letër. Asgjë më shumë. I kam dëgjuar dhe disa zëra nga protestues që kanë thonë që ju jeni pagu për me e bo qëtë eveniment si Ti pabu kjo mundesh me shku në zyrën notariale në Vushtre, të banka që i thojnë, është Florida Kostanica notere, mundi me kërku e kam edhe në shpe, atë dokumentacionin e dhurimit pronës, atë shunë ligjërisht që prona është dhuru. Nuk është shqit. Se nuk guxon noteri kur shqitet një pronë, me shku që është dhuru.